Ja ku jemi rikthyer në studio dhe themi mirëmëngjes publicistit Ismet Azizi, I cili vjen nga Kosova, është bashkuar me ne në studio sot për të folur për një çështje të cilën ne shqiptarët pak e njohim. Këtu në Shqipëri, po edhe në Kosovë e njohim pak. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirëmëngjes. Faleminderit që e pranove ftesën, do të flasim për Sanxhakun. Po çfarë popullsie, çfarë është Sanxhaku vetvete? Unë s'pare kësha përshtru ku gjindet Sanxhaku, se kemi problem gjithë, edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Sanxhaku është, s'pare të them Sanxhaku, I vetmi Sanxhak, nga vilajeti I Kosovës dhe vilajetet tjera në gjatë periudës osmane, kam betë ky territor me këtë emër. Që është emër turk, që ka në kuptimin e flamurit e kështu me radhë. Është një krahin që ndodhet në mes 4 shteteve. Duke parë të hartën. Po, unë e kom sjellë dhe hartën, dhe shihet kjo hartë, atje Shqipëria, kjo pjesa veriore e Shqipërisë. Te Plava dhe Gusia, aty fillon Sanxhaku, vazhdon, është një vijë që e ndan Sanxhakun në 2 pjesë. Domethënë është një pjesë që ndodhet në Maltezi dhe një pjesë në Serbi. Pse mbeti në Serbi? Po shikoni, Sanxhaku deri në Kongresin e Berlinit ka qenë si Sanxhak I ka takuar pjesëve të ndryshme. Si Sanxhak I ka takuar pjesëve të ndryshme. Si Sanxhak I ka takuar pjesëve të ndryshme. Musliman, që ata thashë që quajnë vetën bosnjak, kemi të bëjmë me shqiptarët. O pse quajnë vetën bosnjak ata? Po quajnë vetën bosnjak sepse me kalimin e kohës ata janë asimilu, themi kështu, jemi të qartë. Mbi 300.000, afër 300.000 Sanxhakli sot jetojnë në Sarajevo. Nga vitin 1912 e këndej, vazhdimisht ka qenë territor që ka migruar në drejtim të Kosovës, Turqisë, Maqedonisë, kemi shumë në Shkup, që kanë vetë rrugës për me shku në Turqi, dhe një pjesë për shkak gjuhës, që ata veç kanë fillu ta flasin gjuhën slave. Cili do jetë aksioni I radhës që do bëjë? Ka shku në Sarajevo. Veliki pozdrav iz Pendika. Ovdje je kao u pazaru. Kafana Sanđak, lipa, miris ćevapa, čuje se isto ć, isto lj. Piju se čaj I kahva. Nalazimo se u centralnoj ulici u Pendiku. Inače, ulica nosi ime čuvenog graditelja Sinana, čuvenog osmanlijskog graditelja koji je uradio mnogo stvari, mnogo arhitektonskih velikih objekata, između ostalog stari mostarski most u Mostaru I tako dalje. Sa nama je jedan od naših vodiča, Adnan, čovjek koji nas provodi kroz kulturni život Pendika. Adnane, ova ulica ima najveći značaj za Pendik. Ova mahala. Ova je mahala Sapanbalar. Mahala se zove gdje su živi naši Sanđaklije. Ovo je glavna ulica. Najviše ima ovdje kafića, marketa I kafana. Čuvena je u Istanbul. Ova ulica, Sanđak restorant, Lipa restorant, Jadran restorant. Sve naše ime. Ovdje isto autobuska stanica za Novi Pazar Pendik. Koji dolaze iz Pazara Jeste, dolaze ovdje, ovo je glavna ulica I dosta je čuvena, restorant prva kvalitet, suho meso, Turci mnogo volju I specijalno dolaze ovdje da jedu suho meso. Kažu da je restorana tako kvalitetna I dobra kao da je jedete recimo u restoranu Saz u Novom Pazaru. Ja sam Ahmet Zejnelović iz Kruševa od Koporaca. Ova je svadba komšije mi Isa Lekovića iz Harapovića. Daje djevojku za sinom Muse iz
Buča više, Duge Poljane. Išara, Demirovića. Išara. Pa evo, okupili smo svi, veselje je veliko. Bilo nam je mnogo što ovi naši ste došli da nas snimate i da vidite naše običaje kao što smo nekad tamo bili. Pa vidimo da se nešto mnogo nije promenilo, evo slušamo sandžačku muziku. Nikad se ni promijeniti neće, jer mi te običaje držimo striktno i dok smo živi ćemo ih držati. U opštini imamo naši ljudi, moj sin je na dobro veliko mesto, sestrić mi je glavni inženjer na ove zemljotrese, završio te škole, oko 25 naših Bošnjaka u opštini se nalazi, nikakav problema nemamo ničemu. Jedino što nas hvata želja, jedan za drugog. Volite li da odete pomalo u Sandžak, da vidite? Pa naravno, dok njego imaš svojega vučeta, uvijek da odeš. Rodno mesto ne može se zaboraviti nikad. Mund ta krahasojmë për shembull Sandžakun me luginën e Preshevës? Jemi në të njëjtin nivel pakice shqiptare? Faleminderit shumë. Ju tamam e keni prek diçka që të tjerët nuk e prekin. Kur flasim për Sandžakun, do të nënkuptojmë që jemi të folë edhe për Preshevën, Bjanosin dhe Medveçin. I njëjti tretman është. Shqiptari janë ata, shqiptari janë ata. Shqiptari janë ata, shqiptari janë ata. Shqiptari janë ata, shqiptari janë ata.